Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku. Emisioni i përjavshëm Besimi i Krishter Ortodoks. Jemi në datën 1 gusht dhe data 1 gusht për ne të Krishterë Ortodoks është një startim i kreshme të gushtit. Prandaj edhe sot ne do të flasim për këtë kreshëm të gushtit, e cila fillon në datën 1 dhe mbyllen në fund të datës 14, sepse në datën 15 Kishën Ortodokse kremton me madhështi fjetin e Ylinces Zonjë Shëmari. Biseda jonë do të jetë në lidhje me historikun e kreshmës, arsye pse mbajmë të kreshëm të gushtit, por edhe nderimin që japin Zonjë Shëmari dhe rolin e saj ndërmjetues për shpëtimin ton, ashtu siç na mëson Kisha Ortodokse. E para do flasim për historikun e kreshme të gushtit. Do të dim se që në shekullin e parë nderimi ndaj Vigjeres Zonja Shëmari ishte i madh, por akoma nuk ishte një rregull të njëjtë përgatitor për të kremten e fjetjes saj. Në vende ndryshme ekzistonin periudha të ndryshme agjerimi dhe kreshmimi për nder të Ylinces. Disa kisha lokale ose disa besimtar kreshmonin agjeronin disa ditë, ndoshta një javë, por akoma kisha nuk kishte një traditë të qëndrueshme dhe të konsoliduar. Megjithatë, meritjen e nderimit ndaj figurës së Vigjeres Zonjë Shëmari, sidomos mbas sinodit të tretë ekumenik që u mbajt në vitin 431 në Efes, ku u dënua herezia nestoriane dhe e të shenjta Vigjeres Zonjë Shëmari u shpall si Hylince ose Theotokos, që lindi birin e Perëndis si bir njeriu, dhe si thot dhe sinodi biri i Perëndis dhe biri i Vigjeres është një bir. Kështu që u forcua dhe dëshira dhe përgatitja shpirtërore për festën e fjetjes së saj. Dhe kemi këto përpjekje për ta konsoliduar këtë përgatitje. Nga shekulli 8 dhe në shekullin 11, kjo kreshëm ishte bërë tashmë një praktikë e zakonshme, pra që mbaj nga data 1 deri në datën 14, por akoma nuk kishin një ditë të përcaktuar për gjithë kishën. Rregullin përfundimtar u vendos në sinodin e Konstantinopolis në vitin 1166 nën patriarkun Luka Krisoverku, i cili ky sinod përcaktoi që kreshma për nder të Vigjeres Zonja Shëmari, të fjetjes së saj, të fillojë më datën 1 gusht dhe të përfundojë më 14 gusht. Më 15 gusht të kremtohet fjetja e Ylinces. Që atëherë ky rregull u pranua gjithë Kishën Ortodokse. Por është vendosur dhe ky rregull kreshëm sepse është shumë e rëndësishme për ne të Krishterë Ortodoks për të përgatitur për këtë të kremte mariologjike. Arsyeja është se tradita e kishës tregon se para largimit të Vigjeres Zonja Shëmari nga kjo jetë, ajo jetoi me një lutje të pandërprerë, sidomos se sto tradita lutej shpesh te kopshi i Getsemanis, por ajo kreshmonte, agjeronte, pra ishte një praktik e popullit judaik, që ajo e kishte, si themi, kishte kryer vazhdimisht kur ishte edhe në tempull, por edhe gjatë gjithë jetës saj, aq më tepër kur ajo përgatitej për të larguar nga kjo jetë. Dhe kështu ishte përgatitja e saj shpirtërore. Prandaj dhe besimtar përgatiten me të njëjtën mënyrë shpirtërore dhe me të njëjta armë shpirtërore, siç është edhe kreshma, agjerimi, lutja, për të kremtuar kalimin e saj në lavdin qellore. Kjo kreshëm konsiderohet e rreptë dhe është e ngjashme me kreshmat e mëdha, sipas tipikos, kjo kreshëm gjatë gjithë javës është pa vaj dhe pa verë, vetëm të shtunë dhe të diel mund të konsumohet vaj dhe verë. Vetëm datën 6 gusht që bie në ditën e metamorfozës ose shpërfiturimit të Zotit lejohet të konsumohet peshk dhe verë. Dhe pse mbahet kjo kreshëm? Para kjo kreshëm mbahet duke imituar jetën shpirtërore dhe praktikat asketike të Vigjeres Zonja Shëmari, siç tham, por kjo kreshëm na mëson bindjen ndaj vullnetit të Perëndis, ashtu si e bëri dhe Vigjeresha Zonja Shëmari. Na nxit në pastërtinë e zemrës, na nxit në lutje të pandërprerë, po ashtu na nxit edhe në pendim dhe pastërti shpirtërore me anë të kreshmimit, me anë të lutjes, me anë të pendim, rrëfimit dhe kungimit. Shën Simeoni Selaniku shkruan se kjo kreshëm është vendosur për nder të nënës së Perëndis, e cila, duke qenë më shenjtë se çdo krijesë, u përgatit me agjerim dhe lutje për kalimin e saj në jetën e amshuar dhe ne imitojmë atë sipas mundësisë sonë. Pra, kreshma e gushtit nuk është një periudhë zije, por një kohë gëzimi të përmbajtur, sepse fjetja e Ylinces Mari nuk është fundi i saj nga në këtë jetë,
por kalimi i saj në lavdinë e mbretërisë së qieve, sepse në 15 gusht festojmë fjetin e saj, varrimin e saj, por dhe transferimin e saj në qiell. Vigjesha e Zonja Shëmari ka një rol të rëndësishëm dhe unikal për shpëtimin ton në Krishtin. Dhe kush është roli i saj? Roli i saj e para është sepse ajo i tha po në emër gjithë njerëzimit vullnetit hynor i cili u lajmërua prej saj nga kryengjëlli Gabriel. Kur kryengjëlli Gabriel i shpalli lajmin e mishërimit, gëzori plot, Zoti është me ty, ti do mbetesh shtatzan, do lish një djalë, do t'ia vesh emrin Isu, dhe ai do të jetë biri shumë të lartit Perëndi. Dhe kur ajo mori vesh të gjithë këtë mister, sepse pyeti si do ndodh kjo, se unë burr nuk kam, dhe atëherë kryengjëlli Gabriel vazhdon dhe thotë Shpirti i Shenjtë do të jesoj, prandaj ai që do të lindi prej te do të quhet biri i Perëndis. Atëherë Vigjesha Zonja Shëmariu u sigurua se kjo ishte vërtet një lajm nga Perëndia dhe jo një mashtrim djatëzor. Atëherë tha po dhe pranoi me liri të plot, duke thënë këto fjalë: ja shërbëtorja e Zotit, u bë tek unë sipas fjalës sate. Etrit e kishës shohin tu si çastin kur bindja saj shpërbëri mosbindjen e Evës. Ne dimë se Eva i tha jo Perëndis sepse pranoi gënjeshtërën e djallit. Por e Vigjesha Zonja Shëmari quhet Eva e dytë që i tha po vullnetit hynor për shpëtimin ton, ashtu si edhe Krishti quhet Adami i dytë. Shën Irineu i Lionit shkruan: mënyra e mosbindjes së Evës u zgjidh nga bindja e Maris. Prandaj Maria quhet shpesh, siç tham, nga kisha ortodokse Eva e re. Duhet dim se përmes saj fjala e Perëndis u bë bir njeriu, u bë mish. Biri Perëndis mori natyrë njerëzore nga Vigjesha Mari, ashtu siç themi edhe në simbolin e besimit, që u bë njeri për shpëtimin tonë nëpërmjet Shpirtit Shenjtë dhe Vigjeshës Mari. Ose siç thotë dhe u ngjidhi sipas Joanit dhe fjala u bë mish. Ajo nuk i dha Krishtit vetëm një trup, por natyrën e plot njerëzore, shpirt dhe trup, që ai pra ta merrte atë, ta shëronte dhe ta shenjtëronte dhe hynizonte në veten e tij. Shën Grigor Teologu thotë: ajo që nuk merret nuk shërohet. Prandaj, duke marrë natyrën tonë njerëzore prej Vigjeshës Zonjës Shëmari, Krishti shpëtoi natyrën tonë njerëzore. Ajo është hylindse, Theotoko, pra nuk është thjesht se lindi një njeri, por lindi birin e Perëndis bërë bir njeriu. Siç tham, Sinodi i Tretë Ekumenik, që u mbajt në Efes në vitin 431, shpalli një zëri se Maria është Theotoko, hylindse, sepse ai që lindi prej saj është biri i përjetshëm i Perëndis. Ky titull nuk e madhron vetëm Marin, por mbron të vërtetën për Krishtin, se ai është një person i vetëm, plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Kështu që ajo quhet nëna e Zotit. Ajo qëndroi pranë kryqit. Ndryshe nga shumë dishepujt që u larguan përveç apostullit dhe ungjillorit Joan dhe grave mirapruse, në krye të këtij kortezhi që qëndruan deri në fund bashkë me Krishtin e kryqëzuar derisa dha frymën në kryq të varros, ishte patjetër e tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmari, nëna e Zotit. Ajo mori pjesë në dhimbje dhe në vuajtjet e birit të saj. Pa qenë vet ajo shpëtimtarja, por ajo bashkëvuajti, ashtu si ati dha birin e tij prej qielli, kështu Vigjesha Zonja Shëmari dha birin e Perëndis bërë bir njeriu, birin e saj prej tokës. Dhe ajo bashkëvuajti me Krishtin në kryq. Kisha e nderon si bashkëvuajtëse, jo si bashkëshpëtuese në kuptimin sepse vetëm Krishti shpengon dhe shpëton. Ajo u bë edhe nëna e kishës, ku e mbështesim ne krishterë ortodoksë. Pra, dim që kur Krishti ishte në kryq dhe poshtë të kryqit ai pa nënën e tij dhe nxënësin Joan, nxënësi i dashur, tha: ja nëna jote, i tha Joanit. Etrit e interpretojnë këtë jo vetëm për apostullin Joan, por si një shenjë se ylindësja bëhet nën shpirtërore e të gjithë besimtarëve, bëhet nëna e kishës. Kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse, kur ne hym brenda në ajollim, është gjithmonë e ikonizuar Vigjesha Zonja Shëmari, që quhet Platitera, me gjerse i qetë dhe nëna e Zotit, ose përfaqësuesja e kishës, ose vet kisha përfaqësohet në figurën e saj. Duhet dim se ajo ka një rol shumë veçantë ndërmjetues. Ajo lutet pa ndërprerje për kishën.
Ku e mbështesim ne? Patjetër që e mbështesim në fakte biblike, ungjillore. Do dim se në dasëm në Kan të Galiles ndodhi një incident, mbaroi vera, dhe kështu mund të prishej gjithë dasmën. Në atë dasëm ishte ftuar Zoti Krisht, nëna e tij bashkë me apostujt dhe martohej një nga nxënësit e Krishtit. Mendoj se ishte Natanaili, që ishte edhe nga Kana e Galiles. Por, pavarësisht se vera mbaroi dhe dasma rrezikoi të prishej, ajo, duke parë me vëmendje gjithë shqetësimin dhe problemin, shkoi te Krishti dhe ndërmjetoi. Ajo nuk bëri mrekulli vet, por ndërmjetoi te Krishti, duke thënë, bir vera mbaroi. Dhe kështu Krishti, nëpërmjet lutjes saj, bëri mrekullinë e parë, pavarësisht se nuk ishte kjo sipas planit hynor, por për hir të lutjes së Vëgjërshës Zonjës së Mari, Krishti kthei ujin në verë. Dhe kjo është mrekullia e parë që bëri Krishti nëpërmjet ndërmjetimit të Zonjës së Mari. Këtu na tregohet figura e saj ndërmjetuese dhe roli i saj që është përpara Krishtit, dhe Krishti është ai që jep hirin dhe Krishti është ai që bën mrekullinë. Hylincja është ikona e kishës dhe shembulli më i përsosur i njeriut që bashkëpunon me hirin e Perëndisë. Tek ajo ne shohim besimin e përsosur, patundur, bindjen absolute ndaj Perëndisë, përurësinë e thellë, pastërtinë e mendjes, shpirtit dhe trupit, lirësinë, dashurinë e pakushtruzuar, lutjen e pandërprerë. Çfarë nuk na mëson Kisha Ortodokse? Kisha Ortodokse gjithmonë ruhet nga devimet majtas dhe djathtas. Ajo është gjithmonë në qendër. Kështu që Kisha Ortodokse nuk mëson që Vëgjërsha Zonja e Mari është burimi i shpëtimit. Se ajo shpengon mëkatet tona dhe sakrifica e saj zëvendëson atë të Krishtit në kryq. Ne duhet dim, sipas doktrinës dhe mësimit të Kishës Ortodokse, vetëm Isu Krishti është shpëtimtari, sepse vetëm ai vdiq dhe u ngjall për shpëtimin ton. Hylincja është bashkëpunëtoria më e madhe e Perëndisë në veprën e mishërimit, por jo burimi i shpengimit që erdhi nëpërmjet Krishtit. Pra, si përfundim mund të themi se doktrina e Kishës Ortodokse në lidhje me Vëgjërshën Zonjës së Mari dhe rolin e saj në shpëtimin ton mund të përmblidhet me këto 4 fjalë. Ajo pranoi planin e Perëndisë, tha po pra, kryengjit Gabriel, vullneti hyjnor që erdhi prej tij. Ajo lindi shpëtimtarin, bijën e Perëndisë bërbin njeriu. Ajo e shoqëroi bijën e saj deri në kryq dhe bashkëvuajti shpirtërisht me të, dhe ajo ndërmjeton për kishën me lutjet e saj. Për këtë arsye, Kisha Ortodokse e nderon mbi të gjithë shenjtorët dhe e quan në çdo liturgji hyjnore dhe në çdo shërbes. Më nderuar se kerubimet dhe më të lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën perëndimet, vërtet hy lind se ty të madhërojnë. Nderimi që i bën Kisha Ortodokse figurës së saj nuk mbështetet thjesht mbi tradita të shpikura njerëzore, si ndonjëherë edhe është keq kuptuar ose është akuzuar padrejtisht Kisha Ortodokse, por mbi shkrimin e shenjtë të lexuar në dritën e traditës apostolike dhe sipas ndërgjegjes universale të Kishës. Bibla nuk kërkon të adhurojmë Vëgjërshën Zonjën e Mari, por kërkon nderimin e saj. Prandaj ne mbështetemi te shkrimi i shenjtë në nderimin që japim asaj. Shikoni çfarë na thuhet. Të gjithë brezat do më lumërojnë. Këtë e tha vetë Vëgjërsha Zonja e Mari, e mbushur nga Shpirti i Shenjtë në atë shpërthimin e saj himnues ndaj Perëndisë. Dhe ky është temeli i drejt për drejt që neve e nderojmë figurën e saj, sepse ajo foli, si thotë shkrimi i shenjtë, e mbushur me Shpirtin e Shenjtë, sepse ja që tani tuti gjithë brezat do të më lumërojnë. Fjala lumërojmë do thotë nderim, me himne, me këngë, me respekt dhe me çdo mënyrë që Kisha Ortodokse nderon figurën e saj, me shërbesa, me lutje paraklise, por me ikona dhe me të kremte. Pra, vetë Vëgjërsha Zonja e Mari, siç thash, e frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, profetizoi këtë nderim që Kisha Ortodokse ja ka bërë që nga shekulli i parë dhe vazhdon dhe deri në fund figurës dhe personit të saj. Vet Elisabeta, që ishte një person jo i zakonshëm, por ajo u denjësua për të bërë nëna e parencit, Joan parencit pagëzor, ajo kur u vizitua nga Vëgjërsha Zonja e Mari, edhe pse ishte më e madhe në moshë, dha nderimin ndaj Vëgjërshës Zonja e Mari në takimin që u bë në shtëpinë e Zarias, por që Elisabeta u përul dhe tha kush ja mund më bëj vizit, nëna
e Zotit. Dhe më konkretisht tek Ungjilli sipas Lukait na thuhet, e nga më erdhi kjo që nëna e Zotit tim të vi tek unë. Pra shikoni mënyrën e përundur dhe të respektit që i bëri Elisabeta, që ishte më e madhe në moshë ndaj vjegjesës zonjës Mari. Kështu, kjo erdhi sepse Elisabeta, që kishte në bark Joan Parens dhe Pagzor, u bush nga shpirti që ishte në embrionin e saj tek Pagzori, që ishte që në bark një profet, dhe ajo tha këtë si them dëshmi nga shpirti i shenjtë, kush jam unë më bëj vezit nëna e Zotit. Pra e quajti vjegjeshë Mari nëna e Zotit sepse brenda saj, në mitrën e saj ishte i fronizuar biri i Perëndis që ishte bërë dhe po formoi si njeri. Po ashtu nderimin ne përsëri ja japim asaj duke imituar kryengjit Gabriel. Shikoni se kur ju shfaq kryengjit Gabriel, vjegjeshë zonja Mari, pozicioni i tij ishte shumë i përulur dhe nderues. Do të them se kryengjit Gabriel është një nga 7 kryengjit në shkrimin e shenjtë, që është një fuqi madhore angjëllore, që kur shfaq tek profetët, për shembull dhe te profeti Daniel e tjerë, ata mbetën pa frym përpara madhështisë. Por kur kryengjit Gabriel, i cili ishte kujdesur për vjegjeshën zonjën Mari, kur ajo ishte rritur në tempull sipas traditës nga mosha 3 deri në moshën 14 vjeç, po ky kryengjit Gabriel shfaqet tek vjegjeshja Mari dhe thot këto fjalë: Gëzoj plote, Zoti është me ty, ti je bekuar ndër gratë. Përshëndetja angjëllore e pazakont e kryengjit Gabriel ndaj Maris tregon se ai erdhi nga qielli me një mesazh inor dhe me një nderim ndaj vjegjeshës zonjës Mari. Gëzo o hir plote, e mbushur me hire. Ti je bekuar ndër gratë, më e bekuara ndër gratë. Ajo është më e bekuar ndër gratë. Përsëri Elisabeta thot: e bekuar jeti ndër gratë dhe bekuar është fryti i barkut tënd. Pra, bekimi i saj lidhet gjithmonë me Krishtin. Kisha nuk e ndan kur Marin, zonjën hylince, nga biri i saj, Zoti Krisht. Të gjithë ne e nderojmë atë për shkak të Krishtit. Një grua nga turma i tha Jesuit, nëse kujtoni tek Ungjilli sipas Lukait: lum barku që të mbajti dhe gjithë që ti ke thithur. Jesui nuk e mohon këtë lavdërim, por e plotson. Më tepër të lum janë ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe zbatojnë. Disa heretik shikojnë këtu që Krishti nuk i dha nderim vjegjeshës zonjës Mari, pra e quajti jo të parancishme. Por kush si vjegjeshja Mari ishte që e kishte dëgjuar fjalën e Perëndis dhe kishte zbatuar si ajo? Askush. Prandaj Krishti e lartësoi atë që vlera e saj nuk është thjesht sa e më lindi mua biologjikisht, por ajo i tha po fjalës së Perëndis. Pra ajo ju bind Perëndis dhe askush tjetër nuk është bindur Perëndis. Prandaj ajo meriton nderimin e parë. Po ashtu ne mbështetemi përsëri tek Ungjilli sipas Joanit, tek dasma në Kan, si ne e tham dhe përsërisim, ku Krishti me ndërmjetimin e vjegjeshës zonjës Mari bëri mrekullin e parë, pra ktheu siç tham ujë në verë. Maria i thot Jesuit, nuk ka verë. Pastaj i thosh shërbëtorëve, bëni çfarë t'ju thot ai. Kjo është ajo figurë biblike e ndërmjetimit të saj. Ajo asnjëherë nuk e zë vendin e Krishtit, por drejton njerëzit tek ai. Ose, siç e tham dhe përsërisim, qëndrimi i saj poshtë kryqit dhe Krishti e nderon grua ose zonjë, ja biri yt, duke ja vënë në kujdesari Shën Joanit, apostullt dhe ungjillor. Etret e kishës kanë parë këtë jo vetëm si një kujdes të apostullit Joanit, por dhe si një shenjë që ylincja u bën nën shpirtërore e të gjithë dishepujve dhe nxënësve të Krishtit. E të shenjta vjegjeshja zonjës Mari është në mesin e kishës së parë. Ja ku na shfaqet kjo ikon. E kemi tek libri Veprave të Apostujve. Të gjithë këta ishin në një mendje në lutje bashkë me Marin, nënën e Isuit. Pra ai ishte në qendër të kishës. Pra ishte pjesë e zemrës së lutjes së kishës që bënte për të ardhur Shpirti i Shenjtë. Por kemi edhe figurën e saj, ikonën e saj në Dhjetën e Vjetër. Etrit e kishës shohin shumë figura që përfaqësojnë janë tipe të hylinces Mari. Për shembull, Arka e Beslidhjes që kemi tek libri i Eksodit, kapitulli 25, na mbante praninë e Perëndis, ose të dy rrasave të gurit të shkruar me ligjin e Perëndis.
Virgjeresha Mari mbajti në bark fjalën e mishëruar. Ose kemi rastin tek Eksodi ku na tregohet për shkuren që digjej pa u konsumuar. Dim që Mojsiu pa një shkure që digjej me zjarr, po nuk konsumoi dhe dëgjoi një zë nga shkurja, që ishte zëri i Perëndis nëpërmjet ëngjëllit. Dhe çfarë simbolizon kjo shkure që nuk digjej? Etërtikisht simbolizon Virgjërinë e saj, e cila mbajti zjarrin hynor, pra fjalën, por nuk u doq. Shkalla e Jakobit e kemi tek Zanafilla, kapitulli 28, vargu 12, ku na thuhet që Jakobi pa një shkallë nga qielli në tokë, ku Perëndia ishte gati për të zbritur dhe ëngjëjt hypnin dhe ngjiteshin. Kush është shkalla që Zoti zbriti nga qielli? Është Virgjeresha Zonjë Mari. Ose porta e mbyllur që pa profeti Ezekiel, kapitulli 44, vargu 1 dhe 2, që është porta që askush nuk do kaloj tek ajo, që është një portë e mbyllur dhe sot e kësaj dite në mbetjet e tempullit të Solomonit, ai interpretuar nga etërtikisht si figura e Virgjereshës Zonjë Mari, që nga ajo kaloi Zoti dhe ajo mbeti prap e virgjër dhe askush nuk do kaloj nëpërmjet saj, prandaj Kisha Ortodokse e nderon si gjithmonë virgjëresh. Pra, Kisha Ortodokse bën një dallim të qartë, adhurimi i takon vetëm Perëndis, Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Nderimi u jepet shenjtorëve dhe nderimi i veçantë i jepet Virgjereshës Zonjës Mari Hylincës, sepse ajo është nëna e Perëndis, së mishëruar dhe më e nderuara e gjithë krijesave qiellore dhe toksore. Prandaj, nderimi i Zonjës Mari nuk e zvogëlon lavdinë e Krishtit, përkundrazi, ai nderim e madhëron veprën e Perëndis në të, sipas fjalës që ajo tha: Shpirti im madhëron Zotin, sepse i fuqishëm bëri tek unë gjëra të mëdha. Sa më shumë ta nderojmë figurën e Virgjereshës Zonjës Mari, aq më shumë neve dëshmojmë madhështinë e Krishtit, të cilin ajo e lindi sipas mishit dhe të cili përgjithmonë na drejton me fjalët. Bëni çfarë t'ju thot ai. Sipas mësimit të Kishës Ortodokse, roli ndërmjetues i Zonjës Mari është ndërmjetësim me lutje, jo ndërmjetësim shpëtues, sepse shpëtimi është vetëm nëpërmjet Krishtit, por ajo ndërmjeton te Krishti shpëtimtar. Kjo do të thotë se ai lutet për ne para birit të saj, por nuk e zë kur vendin e Krishtit, sepse vetëm Krishti është ndërmjetës i shpëtimit ton tek Perëndia. Ne dim shumë qartë nga shkrimi i shenjtë dhe ne krishterë ortodoks nuk gabojmë se i vetmi ndërmjetues ndërmjet njerëzve dhe Perëndisë është vetëm Jesu Krishti, sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Krisht, Jesu, thot apostulli Paul në letrën e parë drejtuar Timotheut, kapitulli 2, vargu 5. Ky varg flet për ndërmjetimin e shpengimit që bëhet nëpërmjet Krishtit. Vetëm Krishti me mishërimin, kryqëzimin dhe ngjalljen e tij pajton njerëzit me Perëndimin. As Maria, as ndonjë shenjtë, as ndonjë ëngjëll nuk mund ta kryejë këtë vepër. Atëherë, pse Kisha Ortodokse i lutet Virgjereshës Zonjës Mari? Kjo lutje është përsëri nxitur nga shkrimi i shenjtë. Shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Timotheut, kapitulli letra e parë, kapitulli 2, vargu 1. Bëni lutje, përgjërime, ndërmjetësime dhe falënderime për të gjithë njerëzit. Pra, vetë shkrimi i shenjtë kërkon ndërmjetësimin në kuptimin e lutjes për njëri tjetrin. Nëse të krishterët në tokë mund të luten për njëri tjetrin, aq më tepër mund të bëjnë shenjtorët që jetojnë në praninë e Perëndisë. Ne dim se Virgjeresha Zonjës Mari u lut dhe Zoti bëri mrekulli, pra e përsëritëm mrekullinë në Kana të Galiles. Kështu shenjtorët përsëri na thuhet në shkrimin e shenjtë luten në qiell. Shikoni çfarë thuhet tek libri i zbulesës, kapitulli 5, vargu 8. Pra, flet për ëngjëjt. Ata kishin kupa të arta plot e mjan, që janë lutjet e shenjtorëve që drejtohen drejt Perëndisë. Ose vazhdon përsëri zbulesa kapitulli 3, vargu 3 dhe 4. Ëngjëjt i paraqitit e mjan bashkë me lutjet e gjithë shenjtorëve. Kjo tregon se në qiell ekziston ndërmjetim dhe lutje pa ndërprerje tek Perëndia. Apostulli Jakobi në letrën e tij, kapitulli 5, vargu 16 thot: lutja e zjarrt e të drejtit ka fuqi të madhe. Nëse kjo është e vërtet për të drejtën në tokë, sa më tepër për Hylincën, të cilën e Kisha e quan më të nderuar se kerubimet, lutja e saj ka fuqi ndërmjetuese tek Krishti për shpëtimin ton. Ja japim dhe disa dëshmi të etërve.
Shën Efrem Siriani e quan Hylincën ndërmjetësja e botës me lutjet e saj. Shën Joan Damaskini shkruan: si nënë e Perëndis, aja ka guximin amësor para birit të saj dhe nuk pushon së luturi për ne. Etrit e përdorin këtë fjalë ndërmjetëse në kuptimin e lutjes së ndërmjetimit amësor, jo si një burim i pavarur hiri apo shpëtimi. Pra, Kisha Ortodokse mëson: Krishti është ndërmjetuesi i vetëm i shpëtimit, sepse vetëm ai na pajton me Perëndin, siç thotë apostulli Paul në letrën e drejtuar Timotheut. Hylincja është ndërmjetuese me lutje, sepse si nëna e Zotit dhe më e afërt me të, ajo lutet pa ndërprerje për Kishën. Çdo ndërmjetim i saj buron nga Krishti dhe na çon te Krishti. Prandaj, himnografia ortodokse i drejtohet shpesh me fjalët shpëtona, me lutjet e tuaja. Jo në kuptimin se ai është burim i shpëtimit, por sepse lutjet e saj kërkojnë për Krishtin, te Krishti, hirin dhe shpëtimin për ne. Kjo është arsyeja pse nderimi i hylincës nuk bie në kundërshtim me atë çfarë thotë apostulli Pavli drejtuar Timotheut, që ka vetëm një ndërmjetës në mes Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Isu Krisht. Por hylincia dhe shenjtorët janë ndërmjetues te Krishti për Kishën dhe popullin e Perëndisë dhe për gjithë njerëzimin dhe për gjithë krijesën. Etrit e Kishës e kanë nderuar zonjën Shëmari hylincën dhe kanë folur shpesh për ndërmjetimin e saj me lutje. Ja, po japim edhe disa dëshmi të njohura nga ata. Shën Ignati Antiokhis, flasim për etrit që në shekujt e parë, që kanë ndruar jetën në 107 mbas Krishtit. Ky është një nga etrit apostolik, nxënësi i apostujve, dhe ai dëshmon realitetin e mishërimit. Perëndia ynë Isu Krisht u mbart në barkun e Marisë sipas ekonomisë së Perëndisë. Dhe këtu ai mbështet në letrën e drejtuar Efesianëve, kapitulli 18, vargu 19. Ky tekst tregon se nderimi i Marisë lidhet drejt për drejt me misterin e mishërimit. Pra, Vigjesha zonja Shëmari nderohet sepse Zoti u bë njeri tek ajo. Po mos ishte Vigjesha zonja Shëmari, po mos kishte ardhur në histori dhe në kohë dhe në hapësirë, nuk do kishte ardhur Krishti, sepse në të u përmbush profecia e lajmit mirë që u dha në kopshin e Edenit. Nga fara e gruas do të lindë një djalë që do t'ia shtypi kokën gjarprit. Kjo grua nuk ishte Eva, as gratë e tjera që erdhën mbas Evës, por Vigjesha zonja Shëmari që lindi djalin nga fara e saj, nga lindja virgjërore, dhe ai, pra djali, biri i Perëndisë bërë bir njeriu, i shtypi kokën gjarprit që është djalli. Le të flasim edhe për një tjetër atë, rreth viteve 202 mbas Krishtit, shën Ireneu i Lionit. Ai zhvillon mësimin për Marinë si Eva e re. Ashtu si Eva, duke mos ju bindur u bë shkak vdekje për veten dhe për gjithë njerëzimin, ashtu dhe Maria, duke u bindur u bë shkak shpëtimi për veten dhe për mbar gjithë njerëzimin. Kjo nuk do të thotë se Maria shpëton si Krishti, por se bindja e saj u bë mjeti përmes cilës erdhi shpëtimtari. Shëtan Athanasi i Madh 373 mbas Krishtit thotë: O Vigjeshe bekuar, ti je më e lartë se çdo krijesë, sepse prej teje lindi fjala e Perëndisë. Shën Efrem Siriani 373 mbas Krishtit. Është një nga himnografët më të mëdhenj të hylincës. Ai shkruan: pas ndërmjetimit ti je ndërmjetësja e gjithë botës. Dhe në një him tjetër thotë: tek ti gjejnë strem mëkatarët, ti je shpresa e të pashpresëve. Këto shpreje duhen kuptuar në kuptimin e lutjes së ndërmjetimit dhe jo si zëvendësuese e Krishtit. Shën Grigor Teologu, ky ati i madh i Kishës, 390 mbas Krishtit. Ai përdor qartë titullin Theotokos, hylince, që e vendosi dhe sinodi i tretë ekumenik. Nëse dikush nuk e pranon Marin si hylindese Theotoko, ai është ndarë nga hynia. Ky pohim mbrojti besimin e drejtë mbi Krishtin, sepse ajo nuk lindi njeri, po lindi Perëndi njeri. Shën Qirili i Aleksandris, ky ati i madh, në vitin 444 mbas Krishtit, në sinodin e tretë ekumenik, që u mbajt në Efes si shtam, ai tha: të falemi Mari Hylince, thesari i nderuar i mbar botës, llampë që nuk shuhet, kurora e vigjirisë, skeptër i besimit të drejtë. Ky është nga tekstet më të famshme për nderimin e Hylincës që i ka bërë Kisha e hershme. Shën Roman Melodiozi, shekulli i 4, në himnin e tij e quan Marin mbrojtëse e fuqishme të krishterëve. Shën Andrea i Kretës, vitet 740 mbas Krishtit, dhe ky një ati i madh himnograf shkruan: askush nuk shpëton përmes vetëse nëpërmjet ndërmjetimit teje o Hylince.
Në gjuhën liturgjike kjo do thotë se shpëtimi erdhi në botë përmes pranimit të saj të mishërimit të birit Perëndis. Dhe nuk do thotë asnjëherë, siç edhe shpjeguam, që ajo është burimi i shpëtimit. Shën Ioan Damaskinoi, përsëri ky ati i madh, 749 pas Krishtit, një nga teologët më të mëdhenj, edhe në nderim të Ylinces, shkruan: "Ti nuk pushon së ndërmjetuari për ne përpara birit tënd." Dhe gjithashtu ai thotë: "Si nën të Perëndis, si nën e Perëndis ti ke guximin amësor pranë tij." Shën Grigor Palamaj, flasim në vitin 1359 pas Krishtit. Ajo qëndron në kufirin midis natyrës së krijuar dhe të pakrijuar. Dhe asnjëherë nuk u jepet njerëzve pa ndërmjetimin e saj. Pra, në traditën ortodokse, kjo kuptohet se Ylincja lutet pa ndërprerje për kishën dhe bashkëpunon për ekonominë e hirit, ndërsa burimi i vetëm i hirit mbetet Perëndia triadik Ati me anë të Birit nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Edhe njerë, ne le t'i përmbledhim këto mësime të kishës ortodokse dhe të etërve. Vetëm Krishti është shpëtimtar dhe ndërmjetuesi sipas natyrës, sepse vetëm ai u mishërua, u kryqëzua dhe u ngjall për ne. 2. Ylincja është ndërmjetuesja më e madhe me lutje, sepse është nëna e Zotit dhe më e afërt me bijën e saj. Prandaj kisha këndon vazhdimisht: "Shumë janë fuqitë e lutjes së nënës para birit." Dhe në fund të gjithë shërbesave themi: "Me ndërmjetimet e Ylinces së të shenjtë, o shpëtimtar, shpëtona." Kjo shprehje besimi se çdo ndërmjetim i Maris nuk është i pavarur nga Krishti, por ka fuqi sepse është lutja e nënës drejtuar birit të saj, shpëtimtarit të botës. Tradita kishtare është e pasur me dëshmi të ndërmjetimit të Vigjereshës Zonja Shëmari për shpëtimin e besimtarëve, të cilët kanë përjetuar me lutjen e saj mrekulli të shumta. Le të përmendim disa mrekulli, për shembull ajo që është dhe më e njohura dhe që ne krishterë ortodoks e kujtojmë gjithmonë gjatë himnit akathist, mbrojtja e Konstantinopolis në vitin 626 mbas Krishtit. Një nga ngjarjet më të famshme të historisë së kishës, ku Vigjeresha Zonja Shëmari në këtë vit mbrojti qytetin e Konstantinopolis nga avarët dhe persët. Dhe patriarku Sergji mori ikonën e Ylinces dhe relikët e saj bëri procesion mbi muret e qytetit, të cilët ishin të rrethuara. Papritur, na thuhet kronika, shpërtheu një stoi e fuqishme, shkatroi flotën armike dhe rrethimi u thye. Si falënderim, populli gjatë gjithë natës kompozoi dhe këndoi himnin akathist në këmbë, prandaj quhet dhe akathist, që është një nga himnet dhe poezitë më të bukura të artit psaltik kishtar. Por kemi dhe shumë ngjarje të tjera, për shembull në jetën e Shën Ioan Damaskinoit, i cili ai u akuzua padrejtësisht sikur kishte tratuar kalifin dhe për këtë ju pret dora. Por ai mori dorën e tij të prerë dhe shkoi te ikona e Vigjeres Zonja Shëmari që e nderonte dhe lutej. Tradita thot se ai u luti, tha Vigjeres Zonja Shëmari që unë jam i pafajshëm dhe të lutem këtë dorë ma ngjit sepse unë me këtë dorë dua të shkruaj himne për ty. E zuri gjumi dhe kur zgjua pa dorën e ngjitur dhe një vizë që tregonte vendin e bashkimit. Atëherë Shën Ioan Damaskinoi mori një dorë e gdhëndi prej argjendi dhe vendosi në ikonën e Vigjereshës Zonja Shëmari që quhet tre dorëshja. Pra është një ikonë tre dorëshja, ata që e din, e kuptojnë, ka ndodhur nga kjo mrekulli. Ose kemi një tjetër histori, Portajtisa është ikona që u gjet nga mugjet e manastirit të Ivironit dhe është një ikonë mrekullibërse që është në këtë manastir. Tradita thot që këtë ikonë e holli në det një grua, në kohën e ikonoklastëve. Ajo përgati një shekull u ende në përdet dhe mbas një shekulli e gjetën mugjit e manastirit të Ivironit. Rinte në det e ngritur dhe erdhi një murg i shenjtë, murgu Gabriel, i cili e mori dhe e solli në tokë, duke ecur në det sikur po ecte në tokë. Pra pa u zhytur. Por ikona e futën brenda në ambientin e manastirit, të nesërme gjetën te porta e manastirit. Menduan se kishte lëvizur dikush, e futën përsëri brenda dhe të nesërme gjetën përsëri te porta. Atëre Vigjeres Zonja Shëmari i shfaqet murg Gabriel, thuaj dhe i thot: "Thuaj igumenit që unë erdha t'ju ruaj juve dhe ju jo të më ruani ju." Prandaj ajo qëndroi tek porta. Aty u ndërtua dhe një kishë dhe quhet Porta Itisa, ajo që qëndron te porta dhe mbron malin e shenjtë. Tradita thot që kur kjo ikonë përsëri të largohet nga mali i shenjtë, atëherë do të vijë edhe momenti ku murgjët të largohen nga mali i shenjtë, sepse mali i shenjtë
mos rënë në dorën e antikrishtëve për ta përdosur, do të zhytet. Dhe kjo pra traditë ruhet nga murgjit, prandaj dhe kjo ikonë e Portajtisës, që është një ikonë mrekullibërse, nuk ka dalë asnjëherë nga mali i shenjtë. Kemi jo vetëm me ngjarje me mrekullitë e ikonave, po kemi dhe dëshmi nga shenjtorët, të cilët kanë pasur komunikime me Vegjereshën Zonja Shëmarit dhe i kanë ndihmuar. Për shembull, Shën Serafimi Sarovit është një nga shenjtorët që ka pasur vizione më të shpeshta, rreth 12 herë, të Vegjereshës Zonja Shëmarit dhe ndërmjetimin e saj për shpëtimin e tij dhe të murgjve dhe murgeshave. Shën Nektari i Egjenjas kishte një dashuri të veçantë për hylincët dhe këshillonte besimtarët të mos rrinë se kërkuari ndërmjetimin e saj, dhe ai ka bërë dhe një nga kompozimet shumë të bukura, Gëzo Marie Plote, është një nga himnet që dhe këndohet sot në kishën ortodokse. Po ashtu Shën Pais Athoniti, një shenjtor i kohëve të fundit, ai gjithmonë kishte dhe shprehte një nderim të veçantë ndaj Vegjereshës Zonja Shëmari dhe kishte shumë ngjarje ai vetë që u tregonte dhe besimtarëve për rolin ndërmjetues dhe mbrojtës të saj ndaj Shën Paisit, por dhe ndaj murgjeve dhe besimtarëve. Prandaj kisha ortodokse, duke u mbështetur në shkrimin e shenjtë, duke u mbështetur në mësimet e etërve, duke u mbështetur në historikun, në ngjarje të ndryshme, gjithmonë ajo i merr këto dhe ja u jep besimtarëve për të përforcuar nderimin që kisha ortodokse i ka bërë Vegjereshës Zonja Shëmari që nga shekujt e parë dhe vazhdon dhe do t'ja bëjë deri në fund dhe në përjetësi. Sepse gjithmonë kisha, siç edhe ne e tham dhe sqaruam, e nderon ata si më të nderuar se kerubimet, më lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindi fjalën Perëndi, po ashtu e nderon si nëna e Zotit, po ashtu e nderon si ndërmjetësja e parë te Krishti, siç thotë dhe apostulli Jakovi, lutja e Tij ka shumë fuqi, dhe po ashtu kisha ortodokse e nderon atë dhe si nënën e besimtarëve, sepse siç tham, kur Krishti i tha grua ja biri yt dhe biri ja nëna jote, pra të gjithë besimtarët kur përfaqësohen me Shën Joanin apostull angjëllor ka një nën, dhe kjo është Vegjeresha Zonja Shëmari. Prandaj ne të krishterë ortodoks jemi shumë minjojtës Perëndis Triadik, Atit, Birit dhe Shpiritit Shenjtë që na dha personin e Vegjereshës Zonja Shëmari dhe nëpërmjet saj solli shpëtimin tek ne, sepse biri i Perëndis u bë bir njeriu, prej Shpiritit Shenjtë dhe Vegjereshës Mari, jemi mirënjohës të nderojmë pafundësisht të shenjtë të Vegjereshës Zonja Shëmari, që i tha po Kryenit Gabriel, duke thënë ja shërbëtorja e Zotit u bë sipas fjalës sate, duke bërë të mundur shpëtimin ton, sepse biri dhe fjala e Perëndis u bë mish nëpërmjet mishit dhe gjakut të saj, dhe ajo qëndroi deri në fund me Krishtin poshtë të kryqit, duke bashkëvojtur shpirtërisht për shpëtimin ton. Dhe ajo ishte bashkë me apostujt, si nëna e apostujve, dhe është bashkë me kishën dhe me besimtarët si përfaqësuesja e kishës, por edhe si nëna e gjithë besimtarëve dhe mbrojtja jonë. Prandaj, të nderuar besimtarë të krishterë ortodoks, data 1 starton siç thamë kreshmët e gushtit ose për nder të fjetjes së hylincës së Zonjës Shëmari. Le të fillojmë këto kreshën bekuara, sepse i fillojmë si një mënyrë për të penduar, për të pastruar, për të përgatitur për të kremtuar të kremte marologjike, por dhe në imitim të asaj çfarë bëri Vegjeresha Zonja Shëmari dhe në nderim dhe minjoje ndaj saj. Dhe prandaj të gjithë jemi të ftuar për ta mbajtur këtë kreshëm që starton më datën 1 gusht dhe mbyllet më datën 14 gusht për të përgatitur për të kremten marologjike në 15 që është fjetja e hylincës së Zonjës Shëmari. Derisa të vijë ajo ditë, le të vazhdojmë udhëtimin e bekuar të kreshëve të gushtit ose të hylincës Mari. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë njëri tjetrin kreshëm të lehta dhe mirë të takofshim në bisedën tjetër.